Elhamdulillah. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmeduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطاهرين الطاهرين وأصحاب الكرام المهتدين وسلم تسليما كثيرا نسأل الله ربنا أن يجعلنا مما يطيعه ويطيع رسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم فذكر إنما أنت مذكر صدق الله العظيم. Të gjitha falënderimet, adhurimet i takojnë Allahut Zotit gjithësisë, se vetëm ai meriton, ai është Allahu krijuesi i lartë madhëruar dhe pa tmeta mbi gjithçka, sunduesi dhe vetëm ai pra meriton që të adhurohet dhe të shtrehet dora për ndihmë. Edhe falënderimet i takojnë vetëm Allahut. Edhe nuk themi tjetër, po themi Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Falënderimet, adhurimet i takojnë Allahut Zotit gjithësisë. Mëshira Allahut qoftë mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër, dhe përmbi gjithë ata besimtarë dhe besimtare që ndjekin rrugën e tij deri ditën e gjykimit. Mëshira e Allahut qoftë edhe përmbi gjithë ju që jeni sot bashkë. Allahu na fal, na mëshiroft gjithë. Përmendëm një ajet prej ajeteve të Kuranit. Fadhakkir innama anta mudhakkir. Allahu xhalla xhelaluhu, që është i patmeta, i drejtohet dhe urdhron pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe i thot: thoju, urdhroj të gjithë që ta përmendin Zotin xhela xhelaluhu, sepse ti je vetëm këshillues për t'i këshilluar ata. Kaq është detyra jote. Sepse këshilla inshallah u bën dobi njerëzve, shohin hajër, dëgjojnë, pendohen, marrin mësim. Pra te o pejgamber thotë je vetëm këshillues. Edhe ne brez mas brezi deri ditën e gjykimit jemi këshillues për vetët tona, për familjet tona dhe për gjithë vendin ku do të jetojmë. Kaq është detyra jonë që t'i këshillojmë njerëzit. Ndoshta udhëzohen. Allahu xhalla xhelaluhu urdhron edhe profetin Musa alayhis salam bashkë me Harunin, edhe ju thot: shkoni tek faraoni, shkoni me fjalë të mira, ndoshta udhëzohet. Kaq është detyra e njerëzve. A zemrat janë dorë të Allahut xhalla xhelaluhu. Mundesha bashkë me ju sot të ndajmë çfarë do të thotë një ditë e re me Zotin, një muaj i ri me Allahun, një javë e re me Allahun, një vit i ri me Allahun. Pra, sa jemi afër në lidhje, në bindje, në sinqeritet, me çdo sekond që na kalon prej kësaj jete me Allahun xhalla xhelaluhu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam
thot në hadithi shërif, a e dini, thot, se njeriu më i mirë prej jush është ai i cili e kontrollon veten e tij, bën llogari veten e tij, është financier i vetes tij, i jetës tij, i minutave të tij, i sekondave, i lëvizjeve, i frymëmarrjeve, i veprimeve, i fjalëve, i gjithçkaje që ka në këtë jetë. Ky është më i miri, i cili thot kontrollon veten e tij. Dhe se cili ti shkon mend për çfarë të kontrolloj më vonë. Zoti më shëroft njërin prej njerëzve të dashur, të hershëm, ka thonë, mos e prit mbrëmjen, mos bjerë gjumë pa i krye 4 gjona. Të parën, ka vendos hakun e huaj, ke bon fjali e zonë, me dashje, pa dashje, me hirë, me pa hirë, me filonin, me filanën, me ndaj që i ke hynë hak,